E gjitha çfarë mbetet është të pushtimi i tokës dhe të krijohet bota që ne duam. Tani, dua që t'ju pyes të dyve juve, që të më ndihmoni duke përmbushur ëndrat e mia. Unë besoj që kjo ishte një premtim. Unë e kuptova. Pra, çfarë na kërkon ti konkretisht? E para, janë anëtarët. Në mënyrë që të lëvizim si Akatsuki. Unë them se ne na duhet të mbledhim disa anëtar. Le të themi 10 anëtar, pa më llogaritur mua. Tek Akatsuki për momentin kemi ty dhe Conan. Me Zetsun bëhet 3. Shkoni mblidhni 7 të tjerët. Pse nuk ka llogarit veten tënde midis nesh? Unë duhet të zgjedh disa gjëra paraprake deri atëherë. Kur koha të vi, unë do të bashkohem me Akatsuki, por deri atëherë ti do të jesh lideri. E kuptova. Faktikisht planet e tua ishin qëllimet e mia. Është bukur të kuptosh që jemi të dy në të njëjtën faqe. Si po shkojnë gjërat deri tani? Dhe përsa i përket ty, ke pasur ndonjë fat që të na gjesh anëtar të tjerë? Po, tjetri është një ninja i fshatit të mjegullës, Kisame Hoshigaki. Kisame, përbindesh i fshatit të mjegullës. Unë do të merrem personalisht me të. Çfarë? Një nga ata të Sanin, Orochimaru. Ai fshehur azi po mundohet që të marrë informacione për Akatsukin. Ku e morë ti këtë informacion?